Qytetarët britanik po paguajnë deri në 70% më shumë për ëmbëlsirat prej çokoladate këtë Krishtlindje krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa çmimi i xhelit të detit është rritur deri në 15 pound, sipas organizatës mbrojtëse të konsumatorëve Which. Grupi analizoi një gamë përbërësish për një darkë tipike të Krishtlindjes, si dhe ëmbëlsirat të tjera festive, duke përfshirë pitet me mish të grirë, verën dhe çokoladat. Çokolada festive shënoi rritjet më të madhe këtë vit, me disa produkte që u shtrenjtuan me 72%. Çokoladat Lindt zën 2 vendet e para në këtë renditje, duke llogaritur të gjitha ushqimet dhe ëmbëlsirat e Krishtlindjes. Raporti tregoi se shifrat e përgjithshme të inflacionit nuk tregojnë panoramën e plotë të situatës me të cilën përballen vlerësit në supermarkete për festa, shpjegojnë ekspertët e tregut. Problemet në prodhimin e kakaos kanë kontribuar në rritjen e çmimit të çokoladës, të nxitura nga temperatura ekstreme dhe rreshtit e dentura. Ndërsa ëmbëlsira festive pati rritjet më të mëdha në përqindje, produktet me çmim më të lartë si gjeli i detit kanë pësuar shtrëngime më të mëdha në vlerë monetare. Sipas raportit të Which, mishi i gjelit të detit ka shkuar deri në 68,77 pound këtë vit, një zgjerim prej 14,95 pound ose 27,8%. Autorët e studimit argumentojnë se rritjet individuale të çmimeve janë shkaktuar nga probleme të tilla si gripi i shpendëve dhe kostot më të larta për fermerët.